kemi musafirin pra I cili është edhe teolog edhe muj me thonë ne kemi biseduar pak më herët, është edhe digital creator, por talojmë to pak më vonë këtë temë. Edhe të njëjtën kohë është një njeri pra që e din shumë mirë shpjegimin e vet Kuranit. E të njëjtën kohë edhe diçka më shumë normale. Sonte me ne është këtu musafir nderi, muj me thonë edhe hoxhë, edhe është Recep Bytyqi, mirëmbrëma dhe mirë se erdhë. Mirë se ju zgjatum nderuar. Mirëmbrëma, selam aleikum hoxh. Jeni sonte në misionin e radio linjës tonë në Oslo, në zemrën e qytetit apo kryeqytetit të Norvegjisë. Me nder të qofshi nderuar. Po, Lipjani është rrafshi I Kosovës. Edhe në aspektin kështu figurativ është edhe mesi, zemra e Kosovës. Kemi aeroportin aty. Aeroportin ne kemi do të 5 kilometra. Ashtu. Fshati ku kam lindur I ka do të 2 kilometra e gjys, 3, si ka do të më shumë. Kurse Lipjani I bjan dikun 13 kilometra. Ashtu. Edhe është rrafshi I Kosovës, edhe zemra e Kosovës. Po shumë mirë, tash ne kemi dëshirë dim ndoshta edhe për ju si hoxh që jeni atje, në realitet mësues I fesë islame, jeni ligjërues, po jeni edhe imam, besoj që jeni pra në zemrën e Kosovës, prapë në Lipjan aty. Shpresojmë për momentin jemi në fshatin Magure imam, e kurse për në Lipjan do të shpresojmë, do të më pa do të imam, ato është tash një xhami e bukur, është ndërtim e sipër. Jemi imam në fshatin Magure prej aeroportit si ka më shumë se 3 kilometra. Jemi imam, ligjërues edhe pozitat që I kemi si imam në xhami. Po. Si kaloni me xhamatin tuaj dhe ne dim të tash domos kur them xhamatin dëshiroj ta di në atë aspektin e gjeneratave sa I kemi të rinj të aktiv që vinë të falin namaz në xhami. Përgjithësi gjendja është mirë, ka mundësi do të edhe më mirë. Nga njerë do të me thonë do të vërtetën se ju në përrendim I përjetoni disa aktivitete ma bukur, ma mirë se sa do tek na. S'ka dyshim do të rinia kosovare është rini që është e shëndosh dhe edhe ata do të janë pjesëmarrës në namazin e taravive, sidomos gjatë Ramazanit, mirë po nuk është edhe në nivelin e kënaqur, për shembull një qendrën që e keni këto do të është për mi u marrë do të lakmi, këtë infrastrukturë, këtë rini, është diçka që për mi marrë lakmi. Ju tash jeni disa ditë në Norvegji apo keni udhëtuar? Kemi udhëtuar do dje kemi mbërri, kështu që jemi edhe nesër, edhe të dielën do të udhkthehemi, inshallah prapë. Po uroj ta vizitoni pak edhe qytetin këtu ta shihni ndoshta pak ta mirë nga ajo aroma. Edhe tash jemi në plus, temperaturat janë ngrit, sadopak nuk I kemi aq edhe ftoft për ta mirë në përjetim ndoshta të kesh nga kushtet klimatike derisa ka të bëjë ftoft, ka bore, dje në Kosovë nuk keni borë tash. Çdo stin e ka bukurinë e vet. Dimri ka bukurinë e vet të veçantë. Bora është diçka që është fenomen ose është mrekulli që Zoti Madhreshëm e ka bëj mençur I merr dot mesim me miliarda fjolla të borës, e që asnjëra nuk kanë ngjashmëri, është unike. Kështu që I ftohti e ka bukurinë e vet. Ashtu. Po kjo është ajo kënaqësia që edhe do të bisedojmë sonte, ku krejt lidhet, do më thonë edhe universi, edhe krejt ato që lidhen me sidomos fen islame. Recep ma trego kështu si teolog, për shembull tash e more drejtimin me siguri shumë herët vendose. Qysh deri te kjo? Pse Recepi s'u bë për shembull mjek ose inxhinier, po në drejtimin e teologut? Baba ka ndru jetë, Zoti e mëshiroft në mëshirën e vet. Babgjyshi gjithashtu do të ka ndru jetë 2006 edhe ata Zoti Madhreshëm e mëshiroft në mëshirën e vet. Jam I bindur që prindrit ndoshta nuk kishin me zgjedhje që unë të bëhem teolog, të bëhem do të hoxh. Po dëshirë e flakt ka qenë ndoshta prej momentit që kam lindur, babgjyshin e kam pasur hoxh dhe një hoxh I përgatitur mirë me një zë I cili ka pas një zë të veçantë. Dhe prej momentit që kam lindur më duket që ja ka qit vetes sikur që do ta trashëgoj. Edhe ajo shkaktar
edhe që jam regjistruar do të ose më ka motivuar do që ta zgjedhë këtë drejtim dhe nuk jam pishman fare. Edhe falenderoj, ai ka ndru jetë, por lutjet më të veçanta, më të mira që i bëj do për gjyshin, i cili ka ditë më motivu dhe më ka orientu që fillimisht do të regjistrohem në medrese, dhe pastaj jam i bindur që po të ishte gjallë do të ishte edhe ai krenar. Shumë mirë që përmende gjyshin, për shembull se tash ne kemi pas musafir gjenerata të ndryshme, të hoxhave, të imamëve, doktor grada e shumë e radhë. Sa i përket qasaj gjeneratës të gjyshit, dhe ne shumë shpesh edhe bisedojmë, edhe kemi temat ndryshme me kolektu. Edhe tregojmë gjithmonë qysh ajo gjenerate atëshit. Qysh e kanë ditë qaq bukur me majtë komunitetin, me majtë gjematin, me majtë atë qetësinë edhe spjegimet i kanë pasur për shembull. Tash kemi gjenerata të reja, për shembull si ti e shumë tjerë, që janë më të fillun edhe dinë edhe ndoshta edhe më shumë se ajo gjenerata atëshit. Po gjithmonë ajo gjenerata qysh kemi biseduar qysh e kanë pas një farë kënaqësie me bisedu me ata, e me dëgju ata edhe në ligjërata, po edhe në jashtë. Qysh është ajo për shembull ajo pjesa që e përmende, sepse ai ka motivu, të ka inspiru edhe për shembull edhe i ardhur deri te ajo puna ku je sot. Tregona pak për gjeneratën e vjetër, shumë është interesant. I nderuari, po ndërlidhe do të me pyetjen edhe po bëj dot një krahasim. Shiqo, ka gjyshi im, ose i bën do të është tre gjyshi, e ka vdek në 77-ën, ka pas emrin Recep, dhe unë ja kam trashëguar do të emrin e tij. Dhe katra gjyshi i bën që ka qenë do të një kadër, një ballist apo ballit kombëtar, dhe i ka qenë i vetmi në fshat, apo të paktëve prej atyre që ka di do të shkrim lexim. Dhe ka bërë do të babgjyshin, e ka që do të për ta kryer do të medresej, do të në Prizren, dhe është trashëgu, mirë, po një fakt do të kemi do të qartë, një fakt, që babgjyshin në kohën e vetë, kur ka qenë me dijen që ka pas, me përgatitjen profesional që ka pas, ka qenë do të intelektual i kohës, e kam fjalë do të në vitet e 60-ta, 70-ta, 80-ta. Imagjino do të Hasan Tahsini, ka qenë do të prej hoxhallarëve, prej intelektualve, s'ka qenë do të i asaj që është do të i dijes, asaj përvojës balkanike, po ka qenë do të ndërkombëtare. Hasan Nahi ka qenë do të intelektual me plot kuptimin e fjalës, ose Molla Sherif Ahmeti, i cili do të është i komunës fshatit Gumnasel, që vjen prej Lipjanit do 2-3 kilometra, ka qenë intelektual, ai ka qenë do të edhe mësues i njohur, por ka qenë do të edhe një teolog dhe një pedagog i cili ka librit shumë të lartë. Edhe përkthyesi i Kur'anit ndoshta është i papërsëritur deri më tani. Që do të thotë, Molla Sherif Ahmeti në kohën kur ka jetuar, vitet e 60-ta, 70-ta, ai ka qenë një teolog dhe një intelektual i nivelit çfarëdo niveli tjetër do të akademik. Për shembull do të Ismail Qemali ka qenë do të një politikan i njohur, por ka qenë do të një njohës i bukur i gjuhës Kur'anit dhe përkthimit të Kur'anit fisnik. Që do të thotë që në të kaluarën, edhe pse hoxhallarët ne mendojmë që kanë qenë do të pakët në aspektin e profesionalizmit apo dijes, e vërteta është që ata do të në kohën kur kanë jetuar, ka qenë akademik do të për masën. Për arsye se niveli i shkollimit ka qenë do të shumë i ulët. Dhe një teolog, një hoxh i asaj kohe ka qenë me plot kuptimin e fjalës i përgatitur ose akademik do të krahasim do të me masën dhe me profesione tjera ka qenë ndoshta pakës më të ngritën. Për shkak që kanë studiuar do të jashtë. Hasan Nahin e përmendëm, ai ka qenë prej të parëve i cili ka dalë do të i diplomuar nga Azhari i Kairos, edhe nuk ka qenë do të pak në atë kohë. Që kanë qenë do të nivel. Hoxhë nderuar, tani në kohën moderne, në kohën bashkëkohore tash, çka është sfiduese për një imam për ta bërë një ligjërat apo për ta grumbulluar rinin apo xhamatin në xhami për të shpjeguar rreth fesë, rreth pejgamberëve apo rreth historisë islame në përgjithësi. Po siç e alushi edhe ceku vet, tash ndoshta kemi nga ata që lexojnë shumë,
por nuk do të thotë që ata që lexojnë edhe mund të lexojnë gjithçka drejt. Sepse kur ka dhe shumë libra tani, domethënë gjithandej shpërndara nga autorë të ndryshëm, mund ndoshta lexojmë diçka dhe gabim. Edhe sa është sfiduese tani për ju si imam, si ligjërues në qendrat fetare, sidomos në xhamin ku jeni edhe imam, për ta informuar drejt, mirë, rreth fesë, rreth kushte, rreth mundësive dhe gjithë asaj për shembull tash që mundos sepse jemi në një kohë ku edhe po sulmohet shumë feja islame tani. Edhe ndëgjojnë shumë se në rasteve kemi media ndryshme dhe ku bëhen shkrime, tash edhe sidomos në muajin e Ramazanit, kur gjithë bota islame është me një fjalë në këmbë, sepse edhe vrehet kjo. Iftare gjithandej, zbukurime, dekorime, ku e kemi edhe një pjesë të qytetit tonë dekoruar bashkë për hir të muajit të Ramazanit to. Sikurse në Londër që kemi shumë qytete apo shtete tjera të diasporës ku nuk janë shtete muslimane, por ja që ja ofrojnë një mundësi të tillë. Sa do të jetë kjo për shembull e kapshme edhe për neve atje në vendinje, ju ku jeni imam t'ja shpjegoni sepse kjo është fe e duhur, fe e Zotit që të cilët ne duhet, apo si ta them ma mirë, ta jemi ma përkdheles në atë aspektin për ta përkrahur të rit tanë fejen, edhe për t'i mbyllur gojat e disave që tash për shembull ju kthehen historive të moshme, ka qenë kështu atëherë, ka qenë kështu tash, ka qenë ndoshta edhe ata që e flasin edhe shqyqër Zotit që po humba jo islami tradicional shumicën e rasteve dhe ndëgjojmë ne. Kështu të jesh teolog dhe ta marrësh këtë përgjësi në shpjegimin e fjalës së Zotit Madhërisht është përgjësi. Është nder i jashtëzakonshëm, por mbi të gjitha është përgjësi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikme, thot Zoti Madhërisht, thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi. Çfarë thot me urtësi? Që një hoxh nuk do të jetë i mjaftueshëm vetëm me leximin sipërfaqësor. Edhe nëse ka përgatitje profesionale, është do të magjistër, mirë po nuk lexon, është i dështuar, ose mesazhin do të nuk e përçon. Një hoxh i kësaj kohe që është sfidë që po e përmend, do të ketë përgatitje më shumë se sa do në profesionin e vet. Do ta ketë pasion leximin e përgjithshëm, pra një hoxh përveç do teologjisë, shkencave teologjike, ai do të ketë përgatitje edhe apo të ketë dije, s'po them tash do të dije të specializuara, mirë po të jetë i lexueshëm në shkencat shoqërore. Por të ketë do të informata mbi mesatarën sa i përket psikologjisë, të ketë informata dhe lexim do të thellë të filozofisë, të ketë informata do të kogja të mjaftueshme edhe në shkencë. Dhe në momentin kur do të një hoxh bën ndërlidhje mes fesë dhe shkencës, mes psikologjisë islame dhe psikologjisë do të tradicionale, edhe bën zbërthim do të me kohën që jemi duke jetuar do të për shkak të evolimit edhe të shkencës, edhe dijes, edhe të rrethanave, s'ka dyshim që e jep mesazhin në mënyrën e duhur. Kurse nëse do të është i cekët, edhe mendon që të jetë do të shumë sipërfaqësor ose të bëj shpjegime do të shumë sipërfaqësore, do të jetë i dështuar. Ata them do të një të vërtetë. Shiqo. Nganjëherë do të nëse lexon do të Kur'anin fisnik. Për shembull, sa i përket namazit, sa i përket agjërimit, sa i përket dispozitave, nuk flet më shumë Kur'ani fisnik se sa do 2%. S'flet më shumë se 2%. Më thonë ai prej 100% 2%. Që do të thotë ai 80 e sa apo 95% apo 97% flet do të për vlerat universale. Pra është diçka që Islami nuk ka pore të jetës që nuk ka do të përgjigje, do i vetëm përgjigje, po ka filozofi të veçantë. Islami ka filozofi unike ndaj universit, ka filozofi unike ndaj krijesës njëri që është kryevepra e Zotit Madhërisht, që është me këmbës dhe krijesa më nderuar, dhe ka filozofi unike dhe të veçantë se si të konceptohet jeta dhe të jetuarit e kësaj jete që është e përkohshme, por që është vendimtare edhe për botën e përjetësisë. Kjo është ajo që për fat mirë ne që gjithmonë kemi misione ndryshme edhe zakonisht në Ramazan gjithmonë e kemi një prioritet për musafirët që na vinë nga troja shqiptare, po të njëjtën kohë edhe këta që kemi këtu imamat në xhamiat ndryshme dhe shpjegimet
mi bo për shembull, se që është një e mirë që është ajo përsëritja, tash jemi në muajin e 7 të Ramazanit, edhe gjithmonë, edhe që dim, po ndoshta kanë herë dhe harrojmë, duhet mi përsërit disa gjëra që janë sa i përket agjerimit, Ramazanit, shtyllave edhe obligimit. Na trego pak obligimet, për shembull, po folim të agjerimi. Agjerimi e ka të vetën, po të njëjtën kohë janë edhe disa rituale, për shembull që është shumë mirë mi përcjell. I kemi 5 vaktet që janë standarde, po a është për shembull e mjaftueshme me agjeru, po thojmë, po mund dietë. Mirë, po ato tjerat ritualet, për shembull që 5, njopi aty me 5 mundet njeri me nxonë. Jo në punë, jo masdite, jo në mëngjes, jo në natën. Qysh është kjo puna, për shembull, njeri agjeron mirë, po gjatë Ramazanit ndoshta veç për Bajram vjen në atë moment në xhami. Krejt muaj shkon vetëm me dietë. Pithojmë, megjithëse nuk është agjerim. Sa është kjo e barazueshme për shembull për një njeri që agjeron? A ja vlen me ardh me kry dhe qatë obligim tjetër që është? I nderuar, krijesa njeri është krijesa më komplekse që ka krijuar Zoti i Madhreshëm. Së është më komplekse sepse krijimtaria e tij do të është shumë e çuditshme. Zoti i Madhreshëm krijesën e njeriu e ka krijuar dot me mendje, me arsye dhe ka ushqimin e vet dot specifik. E ka krijuar dot krijesë me një grumbull të madh të emocioneve, që e kanë çdo emocion e ka rolin e vet. E ka krijuar dot krijesën e njeriu dot me zemër, jo vetëm si pompë e mrekullueshme që bën qarkullimin e gjakut, por shumë më thellë. Zemra është mbreti i organeve. Edhe pse do ti mendoj që shpirti do të qëndron në zemër, nuk qëndron në shpirtin në zemër. Shpirti është ai far kulmi i nderimit që ja ka dhënë dot Zoti i Madhreshëm krijesës njerish, është e vetmja krijesë që ka dot shpirt. Krijesa e njeriu dot është një krijesë që më thonë ka nefs, sa edhe ndërgjegja egoja sipas ndërgjegja e pastër sipas psikologjisë. Që do të thotë se krijesa e njeriu është krijesë në këtë nivel në momentin kur ka dot ekuilibër dhe ka dot bilanc. Ushqimi i mendjes është informata e saktë, dituria, hulumtimi, leximi. Ushqimi i zemrës është ai që ndërlidhet me të kujtuarit e Zotit të Madhreshëm dhe me ato që ndërlidhet me ato spirituale. Dhe ushqimi i trupit kuptohet do të ushqimet që ne do t'i marrim do të mënyrë do të përditshme. Ramazani do të është një prej adhurimeve, është një prej ritualeve i cili është i domosdoshëm për çdo njeri. Nëse shtrom do të pyetjen, krijesa e njeriu a është e vetmja e cila agjeron? Se agjerimi do të me përkthy ose me zbërthy mënyrë të dispozitës i bjen do të me vetdije të lartë, pra e dinë që jetu e bë këtë veprim do të me vetdije, më u largu do të nga ushqimi dhe pija dhe kontakti intim prej mëngjesit të vërtet deri do të në mbrëmje, gjithsesi deri në perëndim të diellit. Kjo është ajo do të sipërfaqësorja. Kjo është si Imam Ghazaliu do thotë se agjerimi është në shkallë, është në nivele. Agjerimi sipërfaqësor apo i përgjithshëm që bëjnë do të shumica e njerëzve është që njeriu të agjerojë me stomak. Edhe ajo është teknike. Ajo është diçka që është, më thonë, e ka do të mbështet, shmon e ka të farë vlerën e vet, por është diçka që nuk vjel do të asnjë fryt. Agjerimi që është më i avancuar, do të më i lartë është të agjerosh me gjymtyr. Gjithsesi të agjerosh me sy, të agjerosh do të me këmbë, të agjerosh do të me gjuhë, të agjerosh do të me dorë. Është pyetje të ai far agjerimi shumë më i thellë se sa do të ai që është shumë sipërfaqësor, apo do të shmodon largim do të shumë sipërfaqësor do të prej ushqimit dhe pijes. Agjerimi që e kërkon Zoti i Madhreshëm, ai është të agjerosh me ndërgjegje dhe me zemër dhe me shpirt. Kjo është ai më i larti. Mirë po, tash do të nëse thua që a kemi agjerues i cili në Ramazan kur vjen do të agjeron. Mirë po, me adhurime tjera, me rituale tjera, është do të sikurse, më thonë, nuk është praktikues, ka defekt. Agjerimi ka do të nivelin e vet, e ka do të shpërblimin e vet, por e mira e të mirës është që njeriu të jetë do të vazhdimisht i kompletuar. Pra s'mundesh ti me thonë se unë dua që në organizmin tim të
fos vetëm do të një lloj të ushqimit. Zoti i Madhëshëm për me pas një organizëm të shëndetshëm, për me pas një trup me energji, do të marrësh ushqim të lloj-llojshëm. Dhe jo rastisht është krijuar do të kjo lloj-llojshmëri e ushqimeve të panumërta, me ngjyra të ndryshme. Edhe kjo lloj-llojshmëri do të e ujit dhe lëngjeve panumërta, që do të që të gjitha kanë nga një qëllim. Edhe adhurimet janë do të tilla, janë do të lloj-llojshme dhe të domosdoshme, dhe se cili adhurim do të e ka do të atë farë ushqimin e vet. Për shembull, krijesa e njeriut do të ka nevojë që të mbushet, të karikohet brenda ditës, ose ta thith do të një energji, ose ta akumuloj do të në vetveten e tij një energji, një ushqim, e kam fjalën për ushqimin shpirtëror tash, brenda javës, edhe ka nevojë do të brenda vitit. Cilat janë këto adhurime? Për shembull, njeriu ka nevojë që për çdo ditë, sikurse që ka nevojë për HDO-n ta fos në organizmin e tij sepse është jetike. Nëse unë dhe ti nuk e fusmi do të ujin në organizmin ton brenda 70 e sa orëve, trupi është i destinuar do të për të vdekur. Do të uji është i jetik. Ka thënë Zoti i Madhërisëm, "Wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy." Dhe kemi bërë do të prej ujit çdo gjë është esencë, baza është do të prej ujit. Edhe trupi jonë është mbi 70% do të nga uji. Uji është jetik do të për ne. Pra, nëse thua se unë vetëm një herë në javë dua do të marr do të ujë sepse më ka tek, atëherë ti je duke i bërë një vetvrasje vetvetes. Nëse thua se unë do të nuk dua të ushqem përveç se një herë do të muajt, i ke bërë do vetvetes një vetvrasje dhe do të përgjësi. Këtë rob që ne e kemi nuk është emanet që na ka dhuruar Zoti i Madhërisëm dhe do të përgjigjemi për se si do të mbikëqyrmi këtë. Që do thot, kemi tash pastaj do të një adhurim i cili do të është javor dhe këtë e kryen do të mënyrë të mrekullueshme, 45 minuta do të namazi i xhamas. Ai që është ditor është namazi i ditës, që brenda ditës për 35 minuta e kryen. S'po flas ti do të me fal do të në xhami. Në xhami do të është çështje vullnetare, por ti do të me fal do të 5 kohë të namazit, që mu shkput nga rjet apo nga e farë lodhshmëria e kësaj bote, me atë farë tempun e shekullin që jemi të jetu është një ecuri do të e jashtëzakonshme. Edhe ti kur ta falësh namazin e drekës 5 minuta, të shkëput për çdo send që është materiale të lidh me ato që është vertikale. Edhe ti do të e shijon do të atë ushqimin shpirtëror dhe është i mjaftueshëm deri në kohën e ikindis. Këtë filozofie ka do të namazi ditor, 5 kohë në ditë, ti do të e mbush vetveten me një energji, edhe pse është i shkurt, por është i mjaftueshëm për 24 orë. Kështu këtë rol e luan do të dhe namazi i xhamas. Mirë po, ajo që është vjetore është do të adhurimi intensiv, kursi intensiv, që është 29 deri 30 ditë në mënyrë të vazhdueshme, ti e bën do të një lidhje dhe një mbushje dhe një karikim të dhe shpirtit, edhe ushqen do të zemrën drejt për drejti me atë që Zoti i Madhërisëm e ka bërë obligim për besimtarët. Edhe ti dhe unë nuk jemi të vetmi që agjërojmë. Bota shtazore agjëron në mënyrë instinktive. Do të mënyrë që e ka instaluar Zoti i Madhërisëm. Ariu polar, jo do të 1 muaj, jo 2 muaj, 6-7 deri në 8 muaj, sidomos ariu do të femër. Agjëron do të dhe ka do të benefitet e veta. Peshqit agjërojnë do të mënyrë do të instinktive e bëjnë të për shëndetin e tyre. Thëllut të zamdot, ajo farë krimbi i mëndafsht. Në momentin kur ajo do të e fut vetën në atë farë lëvorën, atë lëvoshgën që e ka, mas disa javëve kur del një flutur e bukur që të mahnit me bukurin që e ka. Por prej një krymbit që ti kur ta shikosh irritohesh, del një krijesë do të krejt do të ndryshe, do të me një gjallëri, me një shëndet, që do thotë që ne nuk jemi të vetmi që agjërojmë. Sepse për me pas unë dhe ti do të një shëndet, jemi të jetu në shekullin 21, që jemi të bërbandun për ushqimeve jo të shëndetshme, për stilit jo të shëndetshëm, jemi të bërbandun do të për rrjeteve sociale do të me lloj informate që do ta irriton do të mendjen dhe arsyen,
sidomos korteksin do të frontal, dhe të agjerosh dot në shekullin 21 është civilizim. A dini pse? Për me pas unë dhe ti do të një shëndet, që ka thënë i dërguari i Allahut, sumu të sihu, agjeroni nëse keni dëshirë për të pasur do të një shëndet, për arsye se agjerimi është mburoj. Es-sawmu gjunna, ka thënë i dërguari i Allahut, agjerimi është mburoj. Si mburoj? Shisho, për shembull, autofagia është një shkencëtar i cili jeton hala. Ai ka lindur në 45-ën, është profesor i njohur, ka marrë çmim Nobel në 2016-ën, është profesor prej profesorëve më të nderuar me gradat më të larta në Tokyo. Është shumë me plot kuptimin e fjalës do shkencëtar i kalibrit më të lartë. Ka marrë çmim Nobel 2016-ën për shkak studimit të tij shumë serioz dhe shumë të gjatë sa i përket autofagisë. Çfarë është autofagia? Që do thot, autofagia në momentin kur unë nuk e fos në funksion trupin tim, automatikisht unë ballafaqohem me lloj-lloj sëmundje. Sepse autofagi, nëse përkthejmë, është fjalë greke e vjetër latinishtes, që bën auto vet, fagi ngrënje, vet ngrënje, vet reciklim, vet rigenerim. Që do thot, autofagia si pas këtij shkencëtari që ka bërë do studime, do të në pacient, do të ndjerë, do të vullnetare, e ka thënë se nëse njeriu me vetdije, me dëshirën e vet, largohet nga çdo ushqim dhe pije, pas 12 orëve, qeliza fillon për ta ngrënë veten e saj, por cila qeliza i shkatron apo i vet ngrën apo i vet reciklon qelizat e sëmura, qelizat e domshme, qelizat e vdekura dhe kanceroze. Që do thot, e para është do të nëse njeriu me vetdije do të largohet nga ushqimi, sepse ne e bërbadojmë do të veten dhe abuzojmë do të me ushqime, dhe nëse është i shëndetshëm abuzojmë, e lërëm do të me ushqime që janë do të jo të shëndetshme. Dhe fatkeqësisht sot do të janë do të panumërt ato. Azamot sheqeri është një prej helmeve të bardha. Me plot kuptimin e fjalës, i mençuri e eliminon tërësisht. Në vend të saj, përdor do të mjalt. Në vend të saj, përdor do të hurme që është, ose ka do të pemë tjerë që kanë do të me bollok, kanë do të sheqerna. Dhe nëse njeriu do të në trupin e tij nuk e ka do të autofagin, ai do të automatikisht sistemi i tij imunitar bjen me 10 herë do të zvoglohet dhe çfarë do virusi do të esulmon do të organizmin e tij. Në momentin kur njeriu do të mirret me aktivitet do të fizik, që do të aktiviteti fizik, fitnesi ose vrapimi ose do të ecja, alpinizmi, në momentin kur ti do të fut trupin do të në aktivitet, automatikisht e ke ngritur apo e ke formatizu ose e ke fut në funksion autofagin, që ajo e riciklon e i bën një tosh, një shpërlarje organeve të brendshme, jo do të jashtme. Ne do të pastrohemi për çdo ditë, për shkak që tash nuk ka do të vështirësi shkak që do të kalurën, kemi do të ujë të mjaftueshëm, edhe pastrohemi do të për çdo ditë. Pse? Sepse do të lëkura që është organi më i madh në trupin e njeriu, lëkura, çmon do të mu pastru prej ndytësirave. Por për brenda çfarë ndodh? Ne do të me lloj-lloj ushqimi do të toksik, me dëshirën tonë, me vetdije apo pa vetdije, e përbandojmë do të organizmin tonë. Dhe nëse autofagia do të nuk është në funksion, automatikisht ajo do të shkaktohet do të në helm, toksina dhe bëhet do të kogja do të një atmosferë një që do të përmushfaq edhe tumore ose kancere të ndryshme. Që do thot, agjerimi, aktiviteti fizik ose gjumi i shëndetshëm. Ne kemi ndryshu stili jetës dhe jeta shmona e farfuqia e globalizmit, natën e ka shëndruar në ditë dhe ditën e ka shëndruar do të në natë, jo e keni do të edhe një që vendet në Norvegjia do që ka njëherë do të me djeli keni punt, jo që kemi do të na në Kosovë ose në Shqipëri ose vendet e lindjes, që do thot dielli është, rrezet e diellit është dopamina ma natyrale që është e nevojshme do të për trupin e njeriu, dhe këtu e keni do të telashe. Që do thot, nëse flen njeriu prej orës 9:30, pra 22, deri në orën do të 4 të mëngjesit, melatonina që është hormoni i gjumit, bën mrekulli do të në trupin e njeriu, sidomos do të në
trurin e tij, e sidomos në korteksin frontal. Që do thot, mirë po prej këtyreve cili është më i efektshëm për me fund funksion autofagin, pa asnjë diskutim, agjërimi. Dhe Zoti i Madhërisht do të përderisa ai të ka urdhëruar të agjërosh 29-30 ditë brenda vitit, pa asnjë diskutim, ajo është në dobinë e njeriu. Ka thënë do të është një dietar që ka qenë edhe dietar, edhe mendimtar, por ka qenë edhe psikolog, Ibn Qayyim al-Jawziu, gjithashtu do të edhe Imam Ghazaliu, e përmend duke thënë se në sharia, legjislacioni, pra Kurani fisnik dhe thënjët profetike që është ai legjislacion që është kushtetuar, kulluha rahme, i tëri është mëshirë, wa kulluha hikme, dhe i tëri në tërsinë e tij ka do të urtësi, wa kulluha maslaha, edhe i tëri do të është i dobishëm si për individin, shoqërinë, edhe për këtë botë, edhe për botën tjetër, dhe i tëri do të është drejtësi, adil. Pra do të momentin kur ti do t'i përmbahesh katalogut qiellor, atij manualit hyjnor, ke jetë të shëndetshme, e fiton këtë botë, e përjeton do të lumturinë me krejt të lashët dhe sprovat që ka ke jetë, por e fiton do të edhe të përjetëshmen në botën tjetër. Pra të agjërosh në shekullin 21 është diçka që sot nutricistët thrasin për çdo ditë. Besimtarët e bëjnë në mënyrë do të shumë do të natyrshme, e bëjnë për hir të Zotit Madhërisëm dhe benefitet që janë do të pastaj do të lloj-llojshme dhe që janë do të dimensioneve të tjera janë të mirëseardhura. Edhe pse do të ne do të agjërojnë do të për hir të Zotit Madhërisëm, dietë, përmend fjalën do dietë, po do të një besimtari dhe besimtarja do të mban do dietë, por dietë më të mrekullueshme, më të bukur se sa dieta e Ramazanit, s'mundesh me gjetë. Asnjë nuk krahasohet. Për këtë arsye, kur e ka pyetur do të profetin do të një sahabi, më urdhëro o i dërguari i Allahut, me diçka që e fitoj do të edhe këtë botë, botën tjetër, që më e fitoj kënaqësinë e Zotit Madhërisëm dhe është e dobishme edhe për këtë botë dhe për botën tjetër, i është përgjigjur profeti shumë shkurt, duke thënë alejke bis-sawmi fa innahu la mithla la. Të urdhëroj me agjërim, sepse asgjë nuk është ekuivalent me këtë adhurim. Për shkak dobive që janë të panumërta, qoftë psikologjike, qoftë fizike, qoftë shpirtërore. Faleminderit shumë Hoxha nderuar për këto këshilla dhe gjithë këtë shpjegim kaq të mirë, kaq të bukur, të kapshëm, sidomos kur e cekëm më herët për gjenerat më të reja që dëshirojnë të dinë atë aspektin shkencor filozofik, se çka ka të bëjë me Ramazanin, me agjërimin, sidomos tash ku jemi në muajin e tillë të ku po agjërojmë, jemi në ditën e tani vetëm se kemi hyrë në ditën e 10, po sa i përket atyre të sëmurëve që i kemi me sëmundje kronike, kemi disa këshilla të ndryshme që i japin edhe xhallar, po edhe mjekët, edhe po shumica në atë aspektin psikologjik mendon se po ngec nga ky muaj Ramazan, nga ky agjërim, edhe prapë sfidon veten, futet në Ramazan, por edhe pse nuk i ndëgjon ashta këshillat edhe të hoxhës, edhe të mjekut tam, apo edhe familjes që rrethojnë se ke diabet për shembull, ti nuk je për të agjëruar tash, edhe mundësit na i dim sepse feja jonë i jep ata që dikush ta kompenzoj këtë muajin, pastaj ose me ditë më vonë, ose ka shërim nga ose mundje ose edhe të paguaj. Kështu Zoti i Madhërisëm e thot qartë bashkë kur flet për dispozitat e agjërimit. Yuridullahu bikumul yusr, Allahu dëshiron për juve të lehtën. Agjërimi është adhurim i rënd, është adhurim do të i lehtë, pra është kurs intensiv, 29 apo 30 ditë. Dhe agjërimi nuk e ka obligim do të ai i cili ka probleme shëndetësore, sidomos shëndeti i tij ose ka ndonjë sëmundje që është kronike. Mirë, po do të jemi të qartë. Agjërimin nuk apo ky adhurim, agjërimi nuk e dëmton çdo person i cili do të ka lloj diabet. Janë disa lloje të diabeteve që mjekët e dinë do të më mirë që agjërimi është pozitiv. Po disa do të është i ndaluar për shkak që ai do të dehatrimin me pas do të mënyrë të vazhdueshme ose i ka do të formën e marrjes së ilaçeve ka do të në kohë të caktuar. Që do thotë ai që është i sëmur është i liruar do të nga agjërimi. Apo gruaja e cila do të është me menstruacione, jo që është i liruar, por e ka të ndaluar të agjëroj. Gjithanja, ai që është në
kur çmon ka do të në të farë fazën kritike, është lirum do të prej agjerimit. Shtatzania që është në të farë kohën që dëmtohet do të fetusi, është e lirum do të prej agjerimit. Me fjalë tjera, adhurimi i agjerimit është për të shëndoshin dhe i cili çmon ka vetdijen për të agjeruar. Kështu që i sëmuri i cili do të ka arsye, shpërblimin e ka sikur se me agjeru, sepse ai do të ka agjeru kur ka pas do të shëndet. Është sprovu tash me smundje, e pret derisa do t'i kaloj, pastaj do të kompenzon. Do të nalim pak edhe te një pjesë tjetër, do të thonë Recep Bytyqi sonte me ne, teolog edhe ligjerus. Mirë po, Recepi, po thomë kështu tash, më së tonë hoxha, po Recepi ka dhe një specializim tjetër, do me thonë, soj përket psikologjisë edhe kuptimit asoj. është mirë ta diskutojmë edhe ato, sepse hoxhat si hoxh nuk është që vetëm ligjeron në pjesën e fetare, po janë shumë sene tjera që me hoxhën mundet njëri me bisedu, ndoshta që s'mundet me bisedu me familjen, ose me shoqnin. Ajo është e mira që ta trit që me kuptu ato që me hoxhën mundesh me bisedu çka dush. Nuk do me thonë vetëm fen, po shumë sene tjera. Ajo se me xhallar të mëhershme ke pas pa problem. Normal, ato i kanë pas, ata të kanë shpjeguar tjetër diçka më mirë, po kur ardh deri te kjo, se tjetër jeta u kon më e kadashme, jo dinamike që përmendi dhe Recepi pak më herët që jemi po ta moderne ka kriju edhe modestin, ka kriju edhe një shpejtësi, ma lirë me xhallar. Po ajo është e mira. E tash kur nolëm te psikologjia, është shumë një sfidë e madhe, faktikisht, sidomos për rinin ton, edhe po foli tash për diaspor, po me siguri dhe në troje tona shqiptare atje. Depresioni rinia jon me rrjetet sociale, me shumë informacione, se unë nuk jam rrit me që ka shumë informacione kur unë konë i ri, fëmijët tonë rriten me shumë informacione të shpejta, jo të sakta, lakmia, inate, e shumë sene tjera që me siguri se 80% atyre nuk janë të vërteta, edhe nuk janë qashtu qysh e marin ata, edhe vjen pjesa depresioni. Dhe me thonë, me zemër, me mendje, me ketë ato i paramendon edhe vjen të punat e depresionit. Spjegona pak këtë pjesën e depresionit. Në realtà sa si mund me ndiku feja në këtë tim, për shembull që reagojmë ta njerëz ato rrugë që i kanë bërë devijimeve, rrugë që në realitet që nuk i takojnë ndoshta edhe një shqiptari, po themi tash derisa jemi neve shqiptarë dhe një muslimani. I ndëruar, shisho, stresi, ankthi dhe depresioni janë sëmundjet më sfiduese të kohës kur jemi duke jetuar. Sot nëse e pyet dot OBSH-n, ajo të thotë se shkaktari numër 1 i vdekjes së njerëzve janë sëmundjet kardiovaskulare. Mirë po e thot me zë të theksuar dot mjekësia dhe ata që e paramendoj se çfarë do të ndodh pas 10 viteve, se shkaktari numër 1 që do ta shkatërroj njeriu për brenda dhe që do të jetë faktor ose smundja numër 1 nuk do të jenë smundjet kardiovaskulare, do të jetë depresioni. Stresi, ankthi dhe pastaj që është depresioni kronik që është më i rrezikshëm. Tash, sa ndikon do psikologjia islame, sepse islami ka psikologji të veçantë. Kurani fisnik është libër hynor i cili për dispozita flet do të shumë pak. Mirë po, a i flet do të për universin në njërë të përgjithshme, flet do të për njeriu do të njërë do të veçantë dhe unike, edhe flet do të se si njeriu ta jetoj do të kohën, çfarë do kohë që a i do të jetoj. Arsye se ata që kanë jetuar e përmendo do të faktin se u a them ka njerë do të me ledhatim do të fëmijëve që janë do të tash do të 15, 13, tazam do të vjen do të namazën e taravis, edhe nuk gjenë do të forcë me i falë do të taravi deri në fund, sepse ka varësi ndaj rrjeteve sociale dhe lojrave online. Imagjino do të në 2019-ën, OBSH-ja, Organizata Botërore e Shëndetësisë, e ka shpallur do të hapta se ai fëmijë ose e jo edhe fëmijë,
çfarë do moshe që të ketë, nëse ai do të lunë lojra online për çdo ditë 4 deri në 6 orë, ka varësi dhe është sëmundje psikologjike. Fatkeqësi është që sot do të ardhmëria e fëmijëve do të për shkak jetës që jemi duke jetuar, me një jetë që është virtualiteti, është diçka që po do me glabëru do të, edhe ajo materializmi dhe ideologjia materialiste, mirë po edhe ajo që është bërë do të, ana virtuale, njeriu i ka hup do të shije, ja ka hup atë farshien, edhe ajo që është natyrale do të nuk ka ndonjë efekt. Shoqot do të në aspektin psikologjik, tash më pyetje mu hoq, mundesh me thonë, po Ramazani do të prej efekteve që i ka, është që e ndryshon njeriu, a është e vërtet? Është e vërtet. Sepse do të mënyrë psikologjike, mënyrë shkencore, nëse njeriu do me fitu një shprehje të mirë, ose me fitu një shprehje të keqe, i mjafton ai 21 deri 30 ditë me praktiku mënyrë të vazhdueshme. Por nëse njeriu do, tash ndëgjoni do të ju tham do të rive, nëse na ndëgjon një prej rive, nëse një i ri fillon që për çdo ditë me lexu 1 orë, një libër, pa marrë parasysh çfarë drejtimi, psikologji, filozofi, teologji, pa marrë parasysh roman, letërsi, edhe ai lexon dot 21 deri në 30 ditë, pas 30 ditëve ju bëhet dot shprehi, ju bëhet zakon i mirë, ose e kundërta. Një shprehi do të keqe nëse e praktikon. Ramazani ndryshon, me plot kuptimin e fjalës do të ndryshon njeriu nga e mira në të keq, pra do të është mrekulli, mirë po, mënyrë psikologjike. Edhe të psikologjisë do të tradicionale, edhe të psikologjisë islame, janë disa që nuk i ndryshon edhe Ramazani. Ata shtë rrydhin pyetje. Narcisti, a ndryshon me Ramazan? A ti shka është narcisti? A ti shumë me po me i lezu do të faktet është do të merë, për arsysë do të bota sot, njërë do të statistikave, 5 deri në 7% njërzimit janë narcist me kriteret. Kurse 10 deri 15% kanë disa prej kriterëve të narcistit. Narcisti është do të me fjalë tjera, një shejtan prej gjakut dhe mishit. Më thonë, ai është tër jetën do të e kalon, si me e dëmtu do të tjetën, që mund të me qenë do të bashorte, mund të me qenë do të shok i punës, mund të me qenë do të pa marrë parasysh, ai do të jeton e ai flanë si këngj në momentin kur i bën tjetrit dëm, e dëmton, e shantazhon, edhe e lun pastaj do të viktimizimin. Që do thot, Ramazani me krejt mrekullin që ka, nuk mundet me ndryshu narcistin. Nuk ai mundet me ndiku, që mundet me ndiku në aspektin spiritual, mundet me ndiku, me ndryshu, nuk mundet me ndryshu, sepse narcisti ka problem do të me egoizmin e vetë, ka problem do të me mëkatin që është bërë do të i pari do në qiellë dhe në tokë dhe është mendjemallësia, me magjepsja me vetveten, ka problem do të me zilin, me urrëtitjen, dhe ai 24 orë, 24/7 ai akumulon do të energji negative dhe ata që janë përreth tij do të reflekton energji negative dhe toksike. Njeriu do të para se është krijesë energjike. Që më thonë, ti e shef që janë disa njerëz që i shet do të për herë të parë, që më thonë, ke dëshirë do të me nejt me atë person, ose jo në atë aspektin që është shpirt binjak, por shpirti që reflekton energji do të pozitive. Që më thonë, spiritualiteti ti, shpirti ti, zemra ti reflekton energji do të pozitive, për ka dhe të kundërt, se një fare. Edhe tash imagjino do më bë me qenë do të narcist, ti e lexon do të ose e përthith atë energji negative, edhe pse narcistat në fillim do dokën shumë do të tëmbël. Narcistat në fillim do dokën shumë do të derisa të përfiton, pastaj do të çmë thon ta merr krejt energji në interes të vetit. Që do thot psikologjia islame në shekullin që jemi duke jetuar dhe jeta shpirtërore dhe spirituale dhe feja ndikon pozitivisht në çdo moshë, si për të riun, si për të moshuarin, që ai me pas një koncept të shëndosh ndaj jetës, universit dhe jetës, dhe me jetu do të një jetë do të shëndetshme. Lumturia është diçka që ne do të vazhdo çdo person do të, edhe narkomani e përdor do të ato mjetet apo ato që më thonë drograt, substancat narkotike, i përdor do të në emër të lumturisë. E thith ta zon do një hashashën ose për shkak që ato pak çaste të dopaminës falso mundohet do të për me kërku do të lumturinë.
feja dhe ajo që është shpirtërore, ajo që është ushqim shpirtëror, t'i jep njeriu dopamin origjinale. Nuk është e përkohshme, por është me atë nivelin e natyrshëm dhe është diçka që edhe njeriu ka mundësi që është me shëndet jo mirë, ka mundësi që ka do të probleme do të lloj-llojshme, ka probleme do të sociale. Mirë, po në momentin kur është i përgatitur në aspektin shpirtëror, i kalon që të gjitha. Jeta do të prej fillimit deri në fund është sprov, por një njeri do që ka do të një ushqim shpirtëror bin me menaxhu dhe me të kalu. Stresi është pjesë e jetës, dhe ka stres të shëndetshëm. Hidhrimi është pjesë e jetës, dhe është hidhrimi do të shëndetshëm, ka hidhrim të shëndetshëm. Edhe me një farë mënyrë do të edhe ankthi është i shëndetshëm. Çdo do të kjo farë kortizoli, shmëdhonat e hormonet e stresit, janë diçka që janë në të mirën e njeriut, por do të mesin do të në nivelin dhe masën e duhur. Dikush dallimit, azam do të edhe zebra, momenti kur e ndjek do të një luan, ose një kafsh, do të për me sulmu dhe për shmon edhe ajo do të i rritet kortizoli, sikur se njeriu do të nëse ka një problem, do të një stres. I njëjti, po ku është dallimi që pastaj do të zebra nuk ka do të stres dhe ankth dhe depresion, sepse do të pas kalimi, do të pasi kalon do të problemi, e lën do të harron. Kurse njeriu do të mundohet do të më bëj zgjidhje do të 24 orë, e borbadon vetveten do sidomos do të ato farë çmon mendimet e tepërta që në këtë kohë do të janë do të rrezikshme. Dhe ai besimtar i cili do të mbështetet tek Zoti i Madhërisht, a dini që ka pëlqyer do të shumë do të një thënie e një prifti, i ngritur në aspektin do të shpirtëror. Thotë që doaja më e mirë është kjo, që o Zot, ma mundëso që atë që nuk mundëm për ta ndryshuar, që ta përballoj. Janë disa çështje që s'mundesh me ndryshu. Janë do çështje që s'kan do të ndryshim, koha i ndryshon. Ose ma mundëso do të atë që më thonë mundem me ndryshu, më mjap do të fuqi për me ndryshu. Edhe e treta dhe më rëndësishme është me bë do dallimin mes asaj që ka mundësi do të për ta ndryshuar dhe ato që nuk munden për ta ndryshuar. Feja është mrekulli. Feja në këtë kohë që jemi duke jetuar është pasuria më e madhe që zotëron njeriu. Sepse, pse? Shtrohet pyetja për shkak se tek njeriu më e shejta që është shpirti, jo fiziku i tij. Jo ajo që është biologjike. S'ka dyshim do të. Kjo është që na ka nderuar Zoti i Madhërisht me krijimtarin. E kemi krijuar njeriu wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. E kemi krijuar njeriu në formën më të përsosur. Mirë, po ajo që e bën njeriu më të përsosur dhe më të ngritur dhe krye veprën e Zotit të Madhërisht dhe me këmbës në tokë është shpirti që ja ka dhuruar Zoti i Madhërisht. Nëse e anashkalojmë ushqimin e shpirtit dhe e harrojmë do të shpirtin do të përgjithësi, jo vetëm se e kemi harruar do të gjysmën e të vërtetës dhe çënjes tonë, por do të kemi harruar edhe vetveten tonë. Dhe ai njeriu i cili harron vetveten është armik i vetvetes. Faleminderit shumë, me të vërtetë kënaqësi shumë e madhe derisa ne nuk kemi edhe kapacitet me pas më shumë program se kjo është kënaqësi e madhe me dëgjuar edhe shumë gjëra tjera. Mirë, po pak sa do të jetë diçka mësuam, diçka dëgjuam. Faleminderit shumë për shpjegime fantastike në mënyrë shumë profesionale. Besoj që ata që të kanë dëgjuar, që të kanë pa, edhe tjerë që normal që kjo rritet ma shumë prej nesër e tutje, e kanë kuptu diçka ma mirë se që kanë ditë dje. Ajo është që më rëndësi që pse dhe ne kemi dëshirë për shembull mi pas edhe këto emisione që me spjegu këtë pjesën fetare, sidomos muajit Ramazanit, që njerëzit me kuptu, me ditë që është një gjë shumë e mirë, nuk është diçka rrezikshme, nuk është diçka që të devijon ose të qetë diçka, është vullnetare, shumë mirë e tha, edhe është një kënaqësi pastaj e shatë rezultatin më vonë, se kur gjë nuk mundesh me pa çaty për çaty, përveç pullës on-off. Ajo është që mundesh e nalja dhe lëshon. Kjo tjetra, simbas kohës, simbas edukimit, edhe simbas dijes edhe interesimit. Ne të falenderojmë shumë që erdhe, edhe na respektove. Ishte kënaqësi ta dëgjojmë me të vërtetë teologun e madh që mund ta gjeni në YouTube plot emisione që të kënaqeni, ta dëgjoni.
me ne teologu Recep Bytyqi nga Lipjani, nga Kosova në Oslo, na ka kënaqur. Faleminderit shumë. Mender çosh patjetër do të ka thënë i dërguari i Allahut në aspektin kombëtar dhe në aspektin fetar, po e potencoj do të një thënie të profetit. Men lem yashkurin nas la yashkurullah. Ai i cili nuk din për t'i falendëruar njerëzit, realisht nuk din për t'a falendëruar as Zotin e tij. Falënderimi është pjesë e njeriu që është i përgatitur edhe në aspektin intelektual edhe në aspektin shpirtëror. Kështu që ju falenderoj për nga zemra për rastin që e bënëm këtë komunikim, këtë bashkëbisedim. Edhe një falenderim do të i veçantë për mikun tim nderuar Mulla Fatmir Shabanin, i cili kemi qenë do të bashkë në studime, ka pas vlerat jashtëzakonshme gjatë studimeve, edhe ftesën që na ka bërë, kështu që Zoti e nderoft dhe jap shëndet në këtë botë dhe në botën tjetër. Faleminderit shumë, gjithashtu nga ana ime që ishim sonte në program me dëgjues apo shikues shqiptar tonë të Norvegjisë dhe kudo që janë në përballë që ndjekin programin ton. Zoti ju ruaj, i dhash të mira dhe të kaloni mirë në Kosovën tonë të dashur, me gjithat xhamat vëllezër e motra tonë shqiptar që i keni atje. Faleminderit. Faleminderit qofshi, faleminderit edhe për ju. Në çdo hap, në çdo frymarrje, Radio Rilindja është gjithmonë pranë jush, me melodi të përqafojnë shpirtin dhe tinguj që prekin zemrën. Ne sjellim emocion dhe bashkim, emëri vetëm qëndrese përbashkë. Radio